Mehmet Shehu ka qenë gjigant. Deri luftat politike ti. Mehmet Shehu ka qenë kuadri më i aftë ka patë shteti shqiptar në ato kohra, i cili drejtoi zhvillimin ekonomik dhe mbrojtjen e dheut në mënyrë të shkëlqyer. Ishte më i arsimuari nga të tjerët, dhe ishte tepër burror dhe i prerë. Dhe fillimisht u shonte pijet duke dhuruar tavolinë dhe pastaj e ofrua me të, mbas një kohë caktuar fillu ta dete, por pa miratimin e qendrës që ta bësh agjende s'bën dot si hap. Nuk bën dot asnjë gjë. Dhe dërgoi nga Italia me radiogram, me shifër, Tembe Sekos, ishte drejtori i zbulimit, dhe e thirrën në Rinas. Në Rinas ka qenë një dhomë ku priteshin, dhe Tembe Sekua, drejtori i zbulimit, andor sheti shefit e egzagjeraturës i thanë: "Pse ke zgjedh pikërisht të febrës është më e bukura?" Janë arshivë këto. E kam dhe libro. Thot, e kam zgjedhur se me bukurinë e saj, kjo zonjë ka nivele shumë të larta dhe nga kjo do thithë informacion dua unë, e miratuar. Dhe ai mori nga jo nga Venecia në Mesina, komplet anijet ushtarake të gjithë bazave, të gjithë mjeteve të bregdetare, kufitare, dhe më vonë mori planet e servitive të mëdha do bënd të Amerika në mesdhe. Dhe kur vini informacion këtu, i mërë të KGB-ja, flotë e gjashtë amerikane, dhe i Verhoxha vullë shërimin. Ky zbulusi 007, që pra që se liberul,